Bëhu më i mirë për veten dhe për Shqipërinë. Në një vend ku shumë njerëz kanë mësuar të heshtin, ku padrejtësia është bërë pjesë e përditshme e jetës, ku shpresa duket e zbehur dhe ikja është kthyer në një alternativë normale, ka ardhur koha të ndalemi dhe të pyesim veten. Çfarë po bëjmë për këtë vend? Bëhu më i mirë. Jo për të tjerët. Për veten. Bëhu njeriu që ti vetë do doje ta kishe për fëmijë, për mik, për qytetar. Bëhu më i ndërgjegjshëm, më i ndjeshëm, më i drejtë. Mos i kalo me indiferencë padrejtësi që sheh rrugës. Mos e ul kokën kur të vjedhin të drejtën. Mos e shes zërin tënd për asnjë premtim të rrem. Sepse Shqipëria nuk është vetëm një copë tokë. Shqipëria je ti. Bëhu qytetar më i mirë. Mos e mendo shtetin si një armik të huaj. Ti je shteti. Ti je zëri që duhet të dëgjohet. Ti je ai që duhet të mbrojë ligjin kur askush nuk e mbron. Ti je ai që duhet të kërkojë llogari kur të tjerët heshtin. Shqipëria nuk ka nevojë për qytetarë që thonë s'bëhet ky vend, por për ata që thonë unë do e bëj më të mirë. Je më aktiv. Protesto. Fol fort. Ngri zërin. Mos mendo se një zë nuk bën diferencë. Historia është e mbushur me njerëz që ndryshuan botën duke folur vetëm. Po të kishin heshtur, bota do ishte më e errët sot. Nëse sheh që dikush i bie me shkelm të drejtave të tua, mos u fshi. Dil në shesh, fol, kërko, lufto me fjalë, me prani, me guxim. Mos ki frikë. Frika është arma e tyre. Zëri yt është arma jote. Shqipëria ka nevojë për zërin tënd. Jo për servil të pushtetit, as për ata që shesin moral për një rrogë. Ka nevojë për njerëz që nuk mbyllin syt kur fëmijët rriten në varfëri. Ka nevojë për ata që nuk durojnë më të shohin të rinj të largohen, për ata që nuk e pranojnë më korrupsionin si normë. Ka nevojë për ty Shqipëria je ti. Mos e braktis Shqipërinë. Shumë kanë ikur. Disa janë kthyer. Shumë janë lodhur. Por ti ende je këtu. Dhe kjo është një arsye për të mos u dorëzuar. Sepse edhe nëse një ditë do ikësh, e ardhmja jote do të jetë gjithmonë e lidhur me rënjë. Dhe nëse ke një fëmijë, ai ka të drejtë të trashëgojë një vend të denjë. Familja jote ka nevojë për ty, mos e lër të rritet mes padrejtësisë. Qëndro. Lufto. Mos hesht. Lufta nuk bëhet me armë, por me zë. Me protesta. Me peticione. Me fjalë. Me pranim në sheshe. Me përballjen në institucione. Me refuzimin për të heshtur kur të tjerët të duan të heshtësh. Me kurajen për të thënë, unë nuk jam dakord. Shqipëria meriton më shumë. Për të ardhmen tënde. Për të ardhmen e familjes tënde. Për një Shqipëri të denjë. Nuk është shumë për të kërkuar, një sistem drejtësie që funksionon, një arsim që edukon, një shëndetësi që mbron, një politikë që shërben. Këto nuk janë ëndra. Janë të drejta themelore. Dhe nuk do t'i kemi kurrë nëse nuk i kërkojmë. Ti mundesh. Bëhu më i mirë. Sepse ndryshimi fillon nga mënyra se si e respekton rrugën, mënyra se si i trajton të tjerët, mënyra se si reagon kur sheh padrejtësi, mënyra se si rrit fëmijët. Çdo veprim i vogël është një hap drejt një Shqipërie më të drejtë. Në fund, vendi ndryshon kur ndryshojmë ne. Kur nuk presim më dik tjetër që të zgjidh problemet tona. Kur nuk e kemi më luksin të rrim spektator. Kur kuptojmë se Shqipëria jemi ne. Dhe nuk do të shpëtoj askush tjetër veç nesh. Ti je arma më e fortë që ka ky vend. Mos e përdor për të heshtur. Përdore për të ndryshuar.